Do të bisedoj me ish diplomatin, zotin Blerim Canaj, për një pasqyrë, besoj, zbërthyese të kësaj politike që na doli të jetë e larmishme në nivelin lokal në Republikën e Kosovës dhe për sfidat që do t'i kenë ato në raundin e dytë. Unë gjatë jeta, zotit Canaj. Shëndetje. Si e lexuat ju atë rezultat të mbrëmshëm, atë sa ka dalë, se po vazhdon në pjesa tjetër e numërimit edhe për pjesën tjetër të garës për asamblet komunale. A ishte rezultat direkt për të dhënë mesazh nga qytetari për politikën? Që thëmë të drejtën në sytë e me unë shoh si një vot që tregon një emancipim të qytetarit. Në kuptimin e asaj, vetë fakti që po flasim për atë që nuk ka fitues, por as nuk ka humbës. Kjo është edhe arsyeja pse mendoj që tani vetdia Po presim që video të rregullohet me zotin Canaj. Po, të mos ju pengoj atëherë, zotit Canaj, në rregull jemi. Është thjesht një emancipim, sikur që e thash i qytetarit. Në anën tjetër duhet ta kemi parasysh edhe faktin që ne nuk mund që të i masim me të njëjtën barometër edhe zgjedhjet komunale edhe zgjedhjet qendrore, për shkak se te zgjedhjet komunale një rol të rëndësishëm e luajnë kandidatët të cilët garojnë. Tjetra është se në për komuna zakonisht njihen njerëzit, në këtë kontekst edhe kandidatët. Andaj edhe sjell një farë forme edhe të fushatës, por edhe të votës, që në sytë tonë na duket tani spaku, na duket dhe është në fakt goxha emancipuar. Tani rezultatet janë këto që janë, jo që ka humbur dikush më shumë apo ka fituar më pak, për shkak se mbrëma në emisionin e Arbrit u tha që në këto zgjedhje ndoshta fituesi më i madh është Ramiz Ladrovci dhe lëvizja vetëvendosje për shkak të numrit të votës dhe për shkak të pritjeve. Por nëse i marrim parti tjera, për shembull, vetëvendosje PDK, LDK dhe i shohim komunat të cilat i kanë fituar pa balotazh dhe komunat në të cilat janë në garë duket sikur që ende po garojnë për komunat e njëjta të cilat i kanë pasur, për shkak se nëse nuk gaboj, Partia Demokratike i ka pasur 8 komuna, Lidhja Demokratike 7, lëvizja vetëvendosje 4, nëse nuk e kam gabim. Por çka është interesant është që fakti që këto parti faktikisht disa komuna që i kanë pasur i kanë fituar pa ballotazh dhe në të tjerat garojnë. Tashti e kemi një rast interesant në Mitrovicën e Jugut, ku e kemi, t'ju them të drejtën, në fillim të fushatës të gjithë. Unë po se po kam pritur që Zoti Peci gjithmonë duke u bazuar edhe në votën të cilën e ka pasur në zgjedhjet komunale, në zgjedhjet qendrore, do ta marrë edhe pa ballotazh Mitrovicën, por në këto zgjedhje u tregua që arroganca jo që ka quar përpara ndonjë kandidat, dhe ndoshta pikërisht kjo forma e edukuar dhe kjo forma që tregonte më shumë njohje të komunës nga ana e Arjant Tahirit, por dhe profili i tij tani janë në një garë që kokë më kokë, ashtu të them. Ta presim. Interesant janë komunat e Veriut, për shembull, që tani e kemi një kthem të listës sërbe atje. Por çka kemi mësuar në qoftë se i shohim kështu komplet numrat dhe komunat ku kanë fituar dhe kanë humbur, kanë përshtypjen që humbsen, ndoshta nëse do ta quaja ndonjë parti humbse në këto zgjedhje lokale, atëherë del që është Partia Demokratike e Kosovës, t'ju them të drejtën, për shkak se ka komuna ku Partia Demokratike i ka vetëm 100 desa vota. Do të
një parti nacionale e cila ka pasur tendencën që të zgjerohet në tërë shtetin dhe të shihet si nacionale, faktikisht po e merr një farë rrugë të ngushtimit, andaj mendoj se kjo parti duhet ta mas mirë, sidomos leadershipi i kësaj partie duhet të mas mirë se çfarë po bën dhe ndoshta do duhej që sa më shpejt që ta edhe ti organizojnë zgjedhjet e brendshme dhe konventat për ndryshim të leadershipit, për shkak se po nëse vazhdon kështu do të bie në 5% ndoshta. Vlen kjo vetëm për Partinë Demokratike thua? Edhe një herë se s'dëgjova? Vlen kjo vetëm për Partinë Demokratike thua apo edhe për të tjerat, sepse parafërsisht këtë njëjtë ke edhe vetëvendosjen edhe lidhjen demokratike për shembull nga subjekte të mëdha politike. Desha të hy edhe të lidhja demokratike. Lidhja demokratike megjithatë ka treguar një farë stabiliteti. Jo që ka fituar kush e di se çka. Në anën tjetër kur e shohim numrin e votës në përgjithësi, kështu del që lëvizja vetëvendosje jo që ka lëvizur atë shumë, për shkak se duhet ta kemi parasysh edhe qeverisjen e keqe të saj, edhe në nivel qendror edhe në nivel lokal. Është çudi për mua për shembull që në Gjilan madje të ketë shansin pas numrimit të votës së diasporës që një kryetar si Alban Hyseni të fitoj pa ballotazh. Për shkak se në qoftë se e shohim Gjilanin si të tillë, mund të them që ndoshta ka qenë komuna më e diskriminuar nga lëvizja vetëvendosje. Por çka ka ndodhur aty? Aty qytetari prapë ka dhënë besimin pikërisht lëvizjes vetëvendosje. Dhe tani ne mund ta analizojmë këtë, mund të themi që partitë e tjera kanë ofruar kandidat apo kanë ofruar një program, s'po them, por thjesht nuk kanë mundur ta bindin qytetarin për programin e tyre dhe kandidatët e tyre. Po çka ka ndikuar këtu, e për kjo është edhe arsyeja që e përmendat pari Partinë Demokratike të Kosovës, janë thyerjet brenda partisë. Do të thotë gjithmonë ka pasur një farë tendence që të ruhen pozicionet e liderëve brenda partisë duke mos bartur shumë dertin se çka ndodh në terren. Lidhja demokratike për shembull në atë pjesë, por jo vetëm aty, SPAK-u e ka ruajtur strukturën. Strukturat e saj ende janë të ruajtura, ndërsa Partia Demokratike i ka të shkatruara për dallim prej lidhjes demokratike. Në anën tjetër, edhe më tutje televizja vetëvendosje po shifet që edhe më tutje ndikon shumë fryma e Albin Kurtit. Për shkak se dim që në disa komuna ku ka qenë më në rrezik, ka pasur një aktivitet më të madh të qendrës partisë. Në qoftë se dalim te Aleanca për Armërinë e Kosovës tani, t'ju them të drejtën, duke pasur parasysh atë se si ka qëndruar në zgjedhjet qendrore, mendoj që ka dalur mirë. Shto këtu edhe faktin që kemi pasur të bëjmë me kandidat të cilët kanë qeverisur disa herë dhe dim që qeverisja konsumon. Patjetër mendoj që ka dalur mirë. Befasia ime ka qenë që te Adrian Gjini, për shkak se kam pritur, për shkak të performancës briljante të cilën e ka pasur, kam pritur që ai të shkoj pa ballotazh, por si duket Gjakovart e kanë edhe një farinati kështu tjetër. Por sido që tjetë është në fund të ditës ai struktura, apo më mirë të them, ata që e kanë dhënë me të vërtet provimin në këto zgjedhje është qytetari i Kosovës, për shkak se gjithmonë si në zgjedhje kemi vrejtur në kohëve të fundit, ajo që varet nga qytetari gjithmonë ka dhënë në formë briljante. Por edhe ajo që e përmendi parafolsi im, nuk është që kemi pasur ndonjë fushat kështu të pa edukuar, ashtu të them, ku është përdorur gjuhë ofenduese, domethënë ka qenë kryesisht goxha një fushat që mund të them që për rajonin po se po jemi model. Megjithatë, numri i qytetarëve që
e shfrytëzoi të drejtën e vet të votës, ishte i ulët edhe nga shumë u tha se është më i ulti në shumë palë zgjedhje, 39.5%. Çfarë tregon kjo? A kanë dalë shumë njerëz jashtë vendit edhe votojnë me post? Apo kanë dështu partitë politike që ta mobilizojnë elektoratin që të dalë në zgjedhje, apo thjesht qytetarët e këtij vendi i ka bojkotuar zgjedhjet? Shiqan, po e marr një shembull që mund të pasqyroj ndoshta shumë çka se është shembull ekstrem. Hajde po e marrim Skënderajin. Zoti Lështaku ka fituar pa ballotazh, por kur e shohim numrin e votës në të kaluarën dhe tani e vrejmë një farë gati një përgjysmë. Kështu që aty shihet qartë që qytetari i ka bojkotuar votimet. Në shumë vende tjera ka ndodhur e njëjta, do të thotë qytetari nuk e ka parë veten të përfaqësuar dhe thjesht nuk ka dashur të votojë. Në anën tjetër, duhet ta kemi parasysh edhe një fakt që kemi këto 4 vitet e fundit. Janë mbi 250.000 qytetarë të Kosovës të cilët e kanë lëshuar Kosovën. Dhe natyrisht që pastaj ajo është mungesë. Nëse ja shtojmë kësaj edhe një 20-25.000 të rinj në vit që futen në listat për që marrin të drejtën për të votuar, prap na del një minus. Dhe nuk e di, mua më duket që para 4 viteve pjesëmarrja ka qenë dikon 37.8%. Dhe tani me 39 e diçka, i bie që një 2% është rritur. Por në pyetjen tuaj se a kanë dështuar partitë politike, absolutisht po, për shkak se me vetë faktin kur ne flasim për një pasivizim të votuesit, atëherë i bie që partitë politike o nuk kanë pasur kandidatët e duhur, o nuk kanë pasur programet e duhura, o kanë treguar zhgënjem. Thjesht e kanë zhgënjyer qytetarin nga politikat e mëhershme dhe tani jemi këtu ku jemi. Zoti Canaj, kemi një deklarat kryeministrit në detyrë Kurtit, njëkohësisht kryetari vetëvendosjes Albin Kurtit. Ai ka thënë se raportimet e djeshme në ditë zgjedhjesh për komunën e Mitrovicës Jugut lidhur me rezultatet në zgjedhje duhet të hetohen. Sipas tij, exit pollet e prezantuara dhe raportimet përfitues para mbylljes së vendvotimeve nuk bëhet fjalë për huqje, por për ndërhyrje flagrante në procesin zgjedhor. Ai ka pasur një konferencë për media sot dhe i ka ftuar organet e sigurisë dhe të drejtësisë që të merren me këtë çështje. Ftoj që ta dëgjojmë, është 1 minutë e gjatë në mënyrë që të kthehem sërish në studio. Ajo që ka ndodhi me 12 tetor rreth raportimeve për Mitrovicën duhet hetuar e hulumtuar. Nuk bëhet fjalë vetëm për një huqje, por për një inxhiniering të paramenduar për ndërhyrje flagrante në procesin zgjedhor. Exit pollet e prezantuara gabimisht me 16 pikë të përqindjes, dallim e më tepër se aq nga më shumë se një organizat dhe për të njëjtën komunë dhe postimi i lajmeve të rreme se kush ishte fituesi ende pa u mbyllur vendvotimet, nuk janë thjesht një huqje. Kjo është cenim i demokracisë, i zgjedhjeve të lira dhe integritetit e i sigurisë të shtetit tonë. I ftoj organet e drejtësisë dhe të sigurisë që të merren me këtë çështje. Zoti Canaj, çka po flet kryeministri Kurti në këtë rast? Që thënë të drejtën kjo reflekton karakterin e Zotit Kurti më shumë se sa ajo që është. Që unë vi ka dashur fati që t'jetoj në disa shtete në Evropë dhe të kemi qenë dëshmitar edhe i exit polleve. Exit pollet ja huqin. Nuk është që është vetëm këtu, por gjithkund. Kemi raste qindra në Evropë dhe në botë ku exit pollet edhe ja huqin. Janë një farë orientimi për afërt, por kjo nuk do të thotë që janë kështu të sigurta. Andaj,
thjesht kjo, por çka po flet zoti Kurti, thjesht unë ati do t'i kisha preferuar që në të ardhmen të marrë të lexoj më shumë libra për demokracinë, për atë se çka është demokracia dhe t'i lëra anash ato filozofit e majta socialiste. Thjesht e akuzosh për asgjë është e tepër. Por inxhinieringi paramenduar e të tjera. Ju dha përgjigjen tua, një përgjigje ka dhënë edhe jurisja të drejtës së medias, Flutura Kusari. Nëse për ju është në rregull me kohën, do doja t'ju mbaj edhe për disa minuta zotit Canaj, ta dëgjojmë edhe deklaratën e Flutura Kusarit. Ajo ka reaguar edhe në Facebook, por na ka dërguar edhe një deklarat me video që do ta ndjekim pikërisht në lidhje me këtë gjë. Ajo çka thot Flutura Kusari është se kryeministri ka ftuar organet e drejtësisë që të hetojnë raportimet, exit pollet, dhe kjo thot indirekt i ka përfshirë edhe mediat lidhe me rezultatet e zgjedhjeve dhe pas ka vendos që ka qenë ndërhyrje në procesin zgjedhor. Kjo është e pasaktë thot Flutura, procesi zgjedhor ka qenë i përfunduar kur janë publikuar exit pollet. Ta dëgjojmë në deklaratën e Flutura Kusarit, juriste e drejtës medias. Sot kryeministri bëri thirrje organeve të rendit në Kosovë që të fillojnë hetime në lidhje me exit pollet dhe indirekt edhe me raportimet që janë bërë në media. Një gjë e tillë pasua në emër të ndikimit të procesit zgjedhor. Kjo është e pasaktë për shkak se exit pollet janë publikuar pas mbylljes së procesit zgjedhor. Por problemi kryesor në thirrjen e kryeministrit Kurti është që ai dhe partia të cilën e drejtojnë e shohin ligjin penal dhe sanksionet penale si alternativë kur dikush thot diçka që atyre nuk ju pëlqen. Në fakt, ajo çfarë sot ka bërë Kurti është ndërhyrje në të drejtën e medias dhe në lirinë e shprehjes, dhe unë me të vërtetë shpresoj që organet e ndjekjes, qoftë policia, qoftë prokuroria, por edhe KPM-ja, nëse i shkon në mendje, të mos ndërmarrin asnjë veprim në lidhje me kërkesën e Kurtit. Në anën tjetër, duhet të përmendet fakti që sigurisht që mediat kanë të drejtë që të organizojnë exit polle, ato kanë të drejtë që të transmetojnë informacione pas të mbylljes procesit zgjedhor, dhe në rastet kur gabojnë, ashtu siç ndodhi në brëm, kjo paguhet me kredibilitetin e tyre. Por asesi nuk i takon kryeministrit Kurti që të përzihet në çështjen e menaxhimit të mediave apo në vendimet e gazetarëve që të marrin kompani të ndryshme për të bërë exit polle. Flutura Kusari, juriste e të drejtës së medias, në reagimin e saj ndaj deklaratës kryeministrit në detyrë, njëkohësisht kryetarit vetëvendosjes Albin Kurti. Zoti Canaj, Kurti nuk është thjesht një kryetar partie në këtë rast, i bie është kryeministri në detyrë dhe mandatari për qeverinë e re të Kosovës. Nëse ka deklarata të kësaj natyre, sikur kjo që dëgjuam pak më herët, çfarë duhet të bëjnë dhe si duhet të sillen atëherë KQZ-ja, prokuroria e policia e Kosovës? Shiqë, është kozja vështirë ta them unë atë, për shkak se unë nuk jam jurist, por bazuar në atë që tha zonja Kusari, mendoj që ajo ka shumë të drejtë. Kur flet Kurti për drejtësinë, gjithmonë mua më bie në mend që Kurti e ka ignoruar gjithmonë drejtësinë. Në Kosovë, madje si dëshmitar nuk ka shkuar dhe ne nuk e dim ende se ku i kemi rezervat shtetërore. E para, kur flet Kurti për kushtetutën, mjafton ta mendojmë se sa herë është shkelur kushtetuta nga partia e tij dhe ai madje i ka glorifikuar ato persona që e kanë shkelur kushtetutën. Kur flet për ligjet dhe ligjin, gjithmonë më paraftyrohet se si Kurti të hetuarit nga gjykata dhe prokuroria dhe drejtësia na i ka paraqitur si persona jashtëzakonisht të mirë dhe gjithmonë se si drejtësia e ka fajin. Tashti, mund të jetë përgatitje e terrenit për sulme të tjera ndaj drejtësisë dhe ndaj mediave, mund të shpërfas njëkohësisht edhe planin e tij
në të ardhmen se si ai, nëse merr mandatin e tretë, do të funksionojë me mediat dhe me drejtësinë, por më shumë mua nuk më shkon në mendje gjithmonë duke pasur parasysh formën e qeverisjes së Zotit Kurti këto 4 vite. Do të thotë gjithmonë është i aftë që të shtrojë terrenin për të bërë një veprim dhe pastaj me ngadalë futet ta bëj veprimin. Mendoj që Kurti tani më nuk është në një situatë të tillë, për shkak se patjetër që do t'i dohet një parti e koalicioni nëse e mendon ta bëj qeverin tani kështu sikur që është. Por në anën tjetër, në zgjedhjet eventuale jam shumë i sigurt që qytetari i Kosovës prap do të jap votën që të bashkëqeverisët dhe jo të qeverisë vetëm një parti. Kështu që ato të kaluarës mbeten vetëm iluzione dhe nuk është mirë që një person me një fuqi që udhëheq një parti me një fuqi të tillë të votës të bëj plane se si të sulmoj mekanizma dhe institucionet të cilat janë të rëndësishme për vendin dhe për demokracinë në vend. E për këtë po flas edhe për media, sidomos. Ne i dim se si ai e ka shumë në qejf së bashku me disa eksponent televizjes vetëvendosjes që të sulmoj mediat, po shpresoj që as mediat pas qytetari nuk do të dorëzohet para qëllimeve të tilla. Të qartë, por praktikisht a do të ketë ndikim vota në zgjedhjet, në raundin e parë të zgjedhjeve lokale në Kosovë, edhe në votat që do të hidhen në kuvendin e Republikës Kosovës për formimin e qeverisë? Nuk e shoh ashtu t'ju them të drejtën, për shkak se në Kosovë përvoja ka treguar diçka tjetër, do të thotë natyrisht që mund ta deri diku, por nuk është vendose. Ajo mund ta orientojë një farë disponimi apo mund të na tregojë një farë disponim. Po ta kemi parasysh edhe një fakt, nëse i shohim votat e asamblesë dhe për shembull nëpër komuna e shohim që partitë tjera janë rritur me votën e përgjithshme kështu, por te kryetarët e komunave vrem që partitë kanë mundur t'ia huqin, apo kryetarët e komunave nuk kanë treguar ndonjë performancë të mirë gjatë fushatës, por absolutisht nuk mund ta marr si parametër max zgjedhjet lokale. Është një farë orientimi, ashtu të them, por jo që është diçka që përcakton. Unë mendoj që zgjedhjet lokale e përcaktojnë më shumë fryma dhe që ndërton një parti e caktuar, dhe e dyta natyrisht është ajo struktura që ja ofron te qytetarit për të zgjedhur. Po mendoj resurset. Kur mendoj resurset, mendoj më njerëz. Ata që ja ofron që t'i zgjedhin, ata pastaj mund ta bëjnë dallimin, për shkak se në fund të ditës janë njerëzit ata që e bëjnë partinë, ata që e bëjnë politikën, ata që e bëjnë programet e tjera, dhe tani e kemi parë që qytetarit tani më jo domosdoshmërisht voton sikur që ka qenë para disa viteve kjo parti dhe pikë. Ndoshta votues kështu besnik ka PDK-ja deri dikun, besnik në kuptimin e asaj që o voton PDK, o pasivizohet, shembulli më i mirë ishte në Skënderaj, për shembull, o e ka Alianca për Armërinë e Kosovës. Do të në fakt Ramush Haradinaj, i cili thjesht e ka votuesin e vet dhe ai votues e shtyn. Pavarësisht se çka ndodh, por te partitë tjera jo që mund të presim një votues kështu që mund të llogarisin prej fillimit se ku do të jetë ajo parti, dhe këtë e kanë treguar edhe zgjedhjet e fundit, e parafundit, më falni, për shkak se mendoj se zgjedhjet e parafundit më shumë të është dëmtuar LDK-ja me kalimin e Vjosa Osmanit në lëvizjen vetëvendosje, dhe si duket aty e mësuan votuesit e LDK-s rrugën që ta votojnë lëvizjen vetëvendosje. Tani edhe një çështje që ma përmendje se është më rëndësi ta diskutojmë nga perspektiva juaj e përvojës në diplomaci, nëse dikush nga jashtë se kush ka fituar
më shumë ti komuna në raundin e parë në Kosovë, atëherë del të jetë lista serbe me 9 komuna, edhe në Klokot prin, por si duket shkon në balotazh atje. A është mesazh kjo? A mund të shihet në këtë formë nga jashtë Kosovës? Tani unë nga këndvështrimi em këtë do ta paraqis si rikthem të pakicës sërbe në institucionet e Kosovës dhe si një pakicë të cilës shteti i Kosovës gjithmonë ja lë dyert hapur nëse dëshiron të integrohet. Natyrisht që kjo mund të paraqitet si diçka shumë pozitive, por shkak se e dim që kur është fjala te pakicat shumë e rëndësishme është përfaqësimi politik. Këto e ka shansën secila elitë politike që ta bëjë të qartë se çfarë ndikimi ka lista sërbe në Kosovë dhe çfarë ndikimi ka Vučići përmes listës sërbe në Kosovë. Që i bie që në momentin që ata e marrin një sinjal nga Vučići për bojkotim, ata tërhiqen, dhe në momentin që e marrin një sinjal që të kthehen, ata kthehen. Por dyert e Republikës së Kosovës janë të hapura për çdo qytetar të tij. Dhe për përfaqësim, dhe kjo është ndoshta shenja më e mirë që këto nuk mund të flasim ne, për shkak se ka pas filluar të futet në retorikën e diplomacisë ndërkombëtare, shkelje të drejtave të njerëzit në Kosovë etj. Krejt këtë për shkak se ne, përkatësisht qeveria e Kosovës jep të një shllakvort, një shansë për këtë, për shkak se i duhej për konsum elektoral, por tani është shansa që dikush duhet që ta bëjë të qartë, për shkak se edhe nëse ata kthehen, kjo mund të zgjas një 3 ditë, mirë, bravo, shumë mirë që e keni bërë dhe të mos vazhdojmë më tutje, por mendoj që tani diplomacia e Kosovës ka punë që vazhdimisht ta mbajë kështu në fokus këtë çështje që pakica sërbe në zgjedhjet e lira në Kosovë i ka marrë praktika fituar disa komuna, madje si numër janë si numër i komunave, por kur flasim si votues të dim se sa janë. Mendoj që është mirë që kjo të përdoret si një shans për një etablim më të mirë në arenën ndërkombëtare dhe për një përfitim më të madh ndërkombëtar, por jo që të qëndrojmë edhe në tutje në sanksione, por kjo pastaj varet nga ne. Dhe një tjetër temë diskutuar sot paradite nga sa vrejta njerëzit që pinin ndonjë kafe ishin patjetër bisedimet mes partive për koalicionet e mundshme për balotazhin në komunat e Kosovës, po për koalicione po flitet gjithandej, zoti Cana, edhe në nivel qendror. A ndërlidhen në çfarë do forme të mundshme? Kush kujt ja sheh hajrin? Pyetje mirë. Kush kujt ja sheh hajrin? Mendoj që në qoftë se flasim për Prishtinën, Partia Demokratike do ta ketë një rol të rëndësishëm. Do të thotë mund t'ja shoh hajrin Partisë Demokratike, lëvizja vetëvendosja apo Lidhja Demokratike. Në qoftë se ka një farë orientimi ka lëvizja vetëvendosja, atëherë mund ta shohim edhe sikur një trasim ndoshta për bisedime më të lehta për një koalicion edhe më të madh në kuptimin e qeveritar. Por këtu është një problem pastaj kur vim te një koalicion qeveritar, për shkak se e dim që apo është vërejtur deri më tani që zoti Kurti e ka një farë frikë nga Partia Demokratike, apo nga bashkëqeverisja me Partinë Demokratike, për shkak se ka zëra që flasin që Partia Demokratike mund ta dëmtojë lëvizjen vetëvendosje, ndoshta edhe për shkak të perceptimeve të ndërtuara gjatë viteve nga zoti Kurti dhe partia e tij në raport me Partinë Demokratike. Në anën tjetër, kur flasim lëvizja vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike, e pam që më lehtë lëvizja vetëvendosje thith këtë votuesin e Lidhjes Demokratike. Por, kur flasim prapë për Prishtinën, mendoj që
jo domosdoshmërisht Partia Demokratike do të mund të orientojë tërë votën e saj në ballotazh, për shkak se votuesi i Partisë Demokratike më lehtë e voton lidhjen demokratike se sa lëvizjen vetëvendosje. Andaj edhe mendoj që më lehtë nga Partia Demokratike do të mund të orientojë votan ka lidhja demokratike. Në anën tjetër e kemë si komunë më e madhe Prizrenin, ku Partia Demokratike dhe lëvizja vetëvendosje janë në ballotazh. Këto mund të ndihmojnë shumë komunitetet në Prizren, për shkak se e dim që në Prizren komunitetet e kanë një farfose vendosëse, por e dim gjithashtu që kanë qeverisur së bashku me Kurtin, dhe tani varet shumë nga oferta, nga ato pazarët, ashtu të them. Në Mitrovic të Veriut, në qoftë se flas për atë, për shkak se ishte garë interesante, Mitrovica e Veriut ka një diasporë, Mitrovic të Jugut, në fakt. E Jugut, po. Mitrovica e Jugut e ka një diasporë, e cila mund të orientojë rezultatin fatkeqësisht nga Zoti Peci. Po them fatkeqësisht për shkak se, t'ju them të drejtën, edhe unë personalisht e kisha një simpati për formën se si e ka bërë fushatën kandidati i Partisë Demokratike. Do thotë një formë edukuar e civilizuar, dhe mendoj që ai e ka përfaqësuar apo e ka reprezentuar, ashtu të them, më mirë qytetarin e Mitrovicës. Tash në Gjelan edhe aty mund diaspora që është e madhe ta përcaktoj absolutisht se kush është fituesi, madje mund ta çoj zotin Alban Hyseni pa ballotazh. Aty presim ta shohim, por nëse ka ballotazh, këto pastaj mund ta ndihmoj Partia Demokratike, lidhjen demokratike, për shkak se e dim që Partia Demokratike jo që ka pas një kooperim të mirë me lëvizjen vetëvendosje derisa ka dalur nga koalicioni, po tek e fundit ka qenë e njëjta e Partisë Demokratike edhe me lidhjen demokratike në Prishtinë. Është një garë interesante, do të thotë data 9 e muajit të ardhshëm do të sjellë me siguri edhe befasi tjera, presim ta shohim. Presim ta shohim. Gjithsesi, unë pres që të jem sërish në terren për të raportu. Besoj se do të jem në Gjakov, sikur se isha kësaj here në zgjedhjet në raundin e parë. Të faleminderit shumë, zoti Canaj, për kohën tuaj që na dhuruat, natyrisht edhe për përgjigjet në kuadër të emisionit mesditës. Ishte kënaqësi, faleminderit. Më shumë kënaqësi.